ja qëlloj me qatë pjesën e parë. Sa video në ditë ose një javë duhesh për me majtë që të audiencën aktive? Duke qenë se unë jem nanë edhe i kam dy puna, se cila video që e kom do më ka pru shumë djeks, edhe shumë mesazhe, edhe shumë përkraje. Nuk isha me thonë që nëse natyrisht që me mujtë, çdo ditë kisha postu, nëse kisha pas kohë, po e jom shumë falenderuese që sa herë krijoj, gjithmonë e kam mbështetjen, edhe ka tepër komente pozitive, po edhe kritika konstruktive, sepse ato bile ma shumë a bujnë shefin, këto tjera pozitive më vjen pak si kle gjithmonë mi thonë faleminderit, kështu që këto konstruktive të pak të informona hala ma shumë, që ndoshta me bo dhe një video ekstra si në rastin e Shote Galicës. Më falë, a ka rase kur unë dasht për shkak komenteve, këshillave ose informacioneve shtesë me fshi videon me riformulu? Deri tash jo, nuk kom bo qatë shumë gabime. Po e mbaj men, isha duke fol për 3%-shin, ose për qeverin paralele në Excel që e kemi pas. Edhe e thom një pjesë ku 3%-shi ka qenë 3% e rrogës të familjeve në diaspor. A realisht kanë qenë edhe familjet në Kosovë që e ka një pa 3%. Mirë po unë aty për aty në video e kom thonë vetëm në diaspor. Atë video nuk e kom fshi për arsye se jom siguru që nëse cilin video komenti është pend, dhe më thonë nëse shkon të komentet, e shet që është sqarimi që edhe familjet që kanë jetu në Kosovë. Sa është e vështirë mi përmbledh gjithë